Zjarret vijojnë në Mallakastrën e Egër, riaktivizohet vatra në Panahor, flakët avancojnë drejt Greshicës. Janë puna në terren për izolimin e 2 vatrave të zjarrit që kanë përfshirë zonën e Mallakastrës së Egër. Ekipet po punojnë për të frenuar përhapjen e flakëve, sa terreni i thepisur dhe era e fortë po vështirësojnë ndjeshëm ndërhyrjen. Një prej vatrave është riaktivizuar në zonën e Panahorit, ndërsa flakët tashmë po avancojnë dhe në drejtim të Greshicës, duke rritur shqetësimin për përhapjen e mëtejshme të zjarrit. Vatra tjetër vijon të jetë aktive në zonën mes fshatrave Dreni të bashkisë Patos dhe Vlosh të bashkisë Roskovec, 2 fshatra që ndodhen ngjitur me njëri tjetrin. Të dyja vatrat janë përshëndruar në kodrat e thepisura të zonës, të njohura si Mallakastra e Egër, ku kushtet atmosferike, veçanërisht era e fortë, favorizojnë përhapjen e flakëve. Forcat në terren vijojnë përpjekjet për izolimin e vatrave dhe parandalimin e avancimit të zjarrit drejt zonave të banuara.